بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Allahun Azza wa Jalla lavdrojmë atë, falenderojmë, vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga tekëqjet e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën e udhëzon Allahu me mirësinë dhe urtësinë e Tij nuk ka kush që humb, ndërsa atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e Tij nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut, I cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jalla qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të ndershme, mbi shokët e Tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin në rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Në ligjëratën e kaluar në spjegimin e 3 parimeve apo 3 pyetjeve të natës së varrit, se kush është Zoti jon, cila është feja jon dhe kush është pejgamberi jon, jemi nalur në spjegimin e shahadetit, kushtit parë të Islamit, dëshmisë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut Azza wa Jall, dhe pothuajse në 2 ligjëratat e kaluara kemi folur në lidhje me këtë, apo në pjesën e parë të shahadetit, fjalën La ilaha illallah apo ashhadu an la ilaha illallah, ndërsa sonte me lejen e Allahut Azza wa Jalla do të vazhdojmë me pjesën e dytë të shahadetit. Ajo është fjala Muhammedun Rasulullah apo ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, me dëshmu se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguari I Tij. E autori për argument ka zgjedhur fjalën e Allahut Azza wa Jall: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Ka ardhur një pejgamber nga mesi juaj, I vjen vështirë për atë çka juaj ngarkoni veten. Është shumë haris aleikum, ja ka shumë derë të juve, bil mu'minina raufur rahim, me besimtarët është I butë dhe I mëshirshëm. Pjesa e dytë e shahadetit, Muhammedun Rasulullah, është pjesë e pandashme e pjesës së parë La ilaha illallah. Edhe këto dyja nuk ndahen, edhe këto dyja pa njëra tjetrën nuk bojnë. Edhe 100.000 herë me thonë fjalën La ilaha illallah, qofse nuk e ke pranuar fjalën Muhammedun Rasulullah, nuk ka me të vle, edhe nuk ka me të bë dobi. As këtë dunja, pas nesër në ahiret, nga se janë 2 fjalë, 2 pjesë përbërësme të një shahadete, një dëshmije me të cilën njeriu me të hyn në Islam, këtë dunja mirë po edhe me të hyn nesër në ditën e gjykimit në xhenetet e Allahut Azza wa Jall. Pra thjesht këto dyja janë të pandashme, edhe nëse e ke kuptuar këtë kështu, e din se shpesh ndodh që në argumente të ndryshme nuk përmendet vetëm se pjesa e parë e shahadetit a për qëllim janë dyjat. Men kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-janna. Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illallah kum me hin xhenet, ka ardhur në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo hadithe të ndryshme që realisht ka folur për shahadetin e ka cekur vetëm pjesën e parë, e që me automatizëm nën kupton se është për qëllim dyjat, nga se këto dyjat janë thjesht të pandashme edhe nuk bojnë dobi njëra patjetrën, e për me të asharu edhe më tepër se pse nuk bojnë dobi këto njëra patjetrën, është për shkak se realisht aleikum selam kur njeriu me pjesën e parë të shahadetit e pranon se nuk ka të adhuruar tjetër përveç Allahut Azza wa Jall, me automatizëm lind pyetja e si të adhurojmë Allahun Azza wa Jall. Atëherë din se nuk ka mundësi njeriu me realizu këtë adhurim vetëm se përmes rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa thash autori
e ka zgjedhur këtë ajet kuranor me tregu se ka thonë Allahu Azza wa Jalla dhe ka ardhur ky pejgamber nga mesi juaj. Ka ardhur nga mesi tyre, nga Qurayshitët, nga arabët, të cilët e njihnin personalisht, ja njihnin familjen e ja njihnin farefisin, që realisht vetëm këto me i njoft kish mjaftu me ditë se ky person është i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Se realisht të çështja e pejgamberllëkut është një rregull e artë, thojnë dietarët, se pejgamberllëkun e pretendojnë dy persona. Ose njeriu më i devotshëm, më i sinqerti, më besniku, ose njeri më i mëkatari, e më i pasinqerti, e më i olti. Që realisht për njeriu që i dëgjon këta dy, nuk është vështirë me ditë se ka është e vërteta. A është e vërteta, domethënë me atë të devotshmin, e me atë sinqertin, apo me këtë oltin, e me këtë poshtrin, e me këtë mëkatarin. Pra thjesht, kur Allahu Azza wa Jalla po e tregon me këtë argument se ky pejgamber ka ardhur mesin e juaj, nga mesi juaj, të cilin e njihni ju, e njihni familjen dhe njihni fisin e tina, realisht kjo është argument vete me kuptu se ky njeri është i dërguar i Allahut Azza wa Jalla, se Muhammedin sallallahu alaihi wasallam e dinin edhe besonin edhe e njihnin se është njeri, domethënë besnik, njeri i fjalës, njeri i cili çon emanetën vend e kështu me radhë. Për atë nuk ka nevojë njeriu për me besu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me shku me lexue shumë libra edhe me hulumtue argument mas argumente, për shkak se mjafton edhe ne që se kemi mri jetën e tina, as kemi jetu në kohën e tina, mjafton që me marrë një libër të biografisë e tina, me po biografinë e tij, me po sjelljen e tij, me po edukatën e tina, edhe me kuptu se realisht ky njeri nuk ka mundësi me qenë për gjithë i sinqert, me gjithë i sinqert, me gjithë çka i sinqert, e me gënyje për Allahun Azza wa Jall, nga se një i tillë nuk e bën vetëm se është i dërguar i Allahut Azza wa Jall. Mirë po vëllezër të nderuar, sa i përket të shahadeti i ka 3 çështje, apo fjala shahadetit Muhammedur Rasulullah duhet me i pas konsiderat 3 çështje që patjetër me to moralizu imanin në pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E para është që shahadeti shqiptohet, edhe këtë kemi sekur edhe të pjesa e parë, që thjesht shahadeti shqiptohet, e ajo shqiptim bëhet me dije, e ngërthyer me besim të palëkundur se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut Azza wa Jall, të cilin e ka dërguar Allahu Azza wa Jall me këtë fe, me islam, me nxjerr njerëz pe errësire në dritë dhe me të me gjetë shpëtimin, e për argumente kemi të shumta. Muhammedun Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Pejgamberi Muhamedi është i dërguar i Allahut Azza wa Jall, ndërsa ata që janë me të janë të ashur me armiqet e të butë, domethënë mes vete, apo në ajet tjetër kuranor, wa ma Muhammedun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, dhe Muhamedi nuk ka asgjë tjetër vetëm se pejgamber, e ka pas pejgamber edhe para tina. Pra thjesht çështja se me besu, me besim të palëkundur, me dije të plot, duke dëshmuar dhe me gjuhë për ai i cili ka mundësi të flet, se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i Allahut Azza wa Jall, kjo është kushti parësor që duhet me pas në konsiderat të puna e shahadetit. Çështja e dytë është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar edhe te xhinët edhe te njerëzit. Pra thjesht çështja e dërgesës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam edhe mesazhet e tij, edhe shpalljes e tij nuk është e kufizuar me kohë dhe vend, besas me lloj. Nuk është i dërguar në jetë në periudhën kur ka jetuar ai edhe ve kaq. Apo nuk është e kufizuar vetëm me kohën me arabët dhe kaq. Mirë po, është i dërguar i Allahut Azza wa Jall për arabët në atë kohë. Mirë po, edhe për këtë njerëzimin derisa ka toka gjin. Edhe jo vetëm njerëzit, mirë po edhe gjinët e kanë obligim me besuar këtë pejgamber, nga se ai i cili ka mri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pasi që është bë pejgamber. Edhe ai i cili ka ardhur pas pejgamberllëkut apo vdekjes së tina.
E nuk ka besuar në këtë pejgamber, ai këtij personi nuk i pranohet imani sado që pretendon se ka iman. Qul ya ayuhan nas inni rasulullahi ileikum jami'an. Thuaj o ju njerëz, unë jam i dërguar i Allahut azza wa jall te ju të gjithë. Apo ka ardhur në hadith vërtet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka folur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për disa veçori që ju kanë dhënë atin dhe nuk ju kanë dhënë asnjë pejgamberi, ka thonë se pejgambert para meje janë dërguar te populli i tij në mënyrë të veçantë, ndërsa unë jam i dërguar te njerëzit në përgjithësi. Apo ka ardhur në ajet tjetër, domethënë kuranor, kur flet se nuk është për qëllim vetëm njerëzit, mirë po edhe xhinët, ka thonë tebarekalladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. I begat qoftë Allahu azza wa jall, ai cili i lartë qoftë Allahu azza wa jall, i cili ka zbritur domethënë Furqanin, Kuranën te robi i tina, që të jetë tërheq vrejtjes për këtë botrat. Ka ardhur për Ibn Abbasit kur e ka komentuar lil alamin nadhira, ka thonë ka për qëllim domethënë e xhinët edhe njerëzit, jo vetëm njerëzit, mirë po edhe xhinët. E ka ardhur në është një suratul Jinn, quhet domethënë surën në emrin e xhinëve, ku ka ardhur tregimi i tyre që kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kur ka lexuar Kur'an, edhe ka shënuar këtë ngjarje dhe dialogun që kanë pasur ata e xhin mes vete, kur ka ardhur dhe kanë thonë se ja qaumana ajibu da'i Allah, o populli ynë, a ata e kanë dëgjuar domethënë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të lexuar Kur'an dhe pi thonin një tetë se pas ka zbritur në libër pas Musës. Edhe kur besojnë, kthehen te populli i tyre edhe thonë ja qaumana ajibu da'i Allah, o populli ynë, përgjigj në thirrësit të Allahut azza wa jall. E në ajetin tjetër ka ardhur se ai që nuk i përgjigjet këtij thirrësi, domethënë Allahut nuk kanë mundësi me pa mundsu me realizuar çka ka për qëllim, nga se Allahu azza wa jall është i plot fuqishëm. Mirë po i ceka këto argumente me kuptuar se kjo është bindje pa lëkundur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk është dërguar vetëm për një periudhë kohore, as nuk është dërguar vetëm për një popull i caktuar, mirë po është dërguar për tërë njerëzimin, për gjitha kohët, dhe nuk është dërguar vetëm për njerëzimin, për edhe njerëzimin edhe për xhenët, dhe askujt nuk i pranohet imani në fenë e tina përderisa mos e beson edhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që është i dërguar i Allahut azza wa jall. Edhe kemi sekur edhe më herë ndoshta hadithin kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pashat në dorën e të cilët të shpirti im nuk ka dëgjuar askush prej umetit tim, umetit thirrjes, qoftë jehudi apo krishter, e nuk ka besuar me atë që ka marrë unë, vetëm se ku me qenë prej banorëve të xhenemit. Pra thjesht nuk kam marrë se tu kërkosh me thonë se në kam fenë tem, unë jam krishter, unë jam jehudi apo jam diçka tjetër, qoftë i ka ardhur edhe domethënë mesazhi i pejgamberit se me ka mbri Muhamedit sa me pejgamberllëkun e tina deri në ditën e gjykimit, nuk arsyetuohet askush vetëm se me besu këtë pejgamber të Allahut azza wa jall. Çështja e tretë që duhet me pas konsiderat është se ky pejgamber është vula e pejgamberëve, edhe nuk ka pejgamber mas ti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kana Muhammedun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin. Muhamedi nuk ka qenë, domethënë, baba i askujt pe burrave të juaj, mirë po ka qenë i dërguar i Allahut azza wa jall dhe vula e pejgamberëve. Pra thjesht mas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka ardhur në hadith vërtet se 30 persona kanë me pretendu pejgamberllëkun. Këtë janë domethënë pejgamber të rreshëm. Mirë po la nabiyya ba'di, ka thonë s'ka pejgamber mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, se me të është përfunduar domethënë ky mesazh hynor prej Allahut azza wa jall dhe këto shpallje që Allahu azza wa jall ja ka dërguar njerëzimit kohë pas kohe me Kur'anin dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është përmbyllur, dhe çdo kush që pretendon një gjë të tillë, ai është domethënë gënjeshtar dhe thjesht është një rënacak i cili dën me përfituar diçka materiale për kësaj bote. Mirë po, këto janë 3 konditat kryesore që duhet me pas në konsiderat njeriu, ndërsa çështjet që thjesht duhet me ashtuar kësaj çështje janë edhe 4 mesele që i ka cekur autorët, që kushet patjetër duhet mi ditë çdo besimtar që dhe thot fjalën Muhammedun Rasulullah. E para e tyre është se domethënë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duhet më bind në atë çka i ka thirrur. Nuk mjafton me njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam
që me thonë se unë e di që kjo është njeri i drejt, kjo njeriu me famë, kjo njeri që ka bën ndryshime jetësore në histori e kështu me radhë, këto më mjaftojnë, qofse thjesht edhe nëse edhe beson, qofse edhe thua edhe di që pejgamberi Allahut azza xal është i zgjedhur i Allahut azza xal, me të ka përfunduar pejgamberi Allahu azza xal pejgamberllëkun, mirë po nuk ja pason këtë bindjen në shtrimin, praktikimin e asaj që ka ardhur nga ky pejgamber, atëherë nuk ka dobi asgjë prej kësaj gjëje. Nëse realisht çfarë dobi ka për besimin nëse njeriu nuk i bindet atij besimit. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah. Ka thonë Allah azza dhe nuk kemi dërguar asnjë të dërguar, asnjë pejgamber, vetëm se ju bindat i me lejen e Allahut azza xal. Ka në hadith vërtet pejgamberi se kullu ummeti yadkhuluna al-jannata illa man aba. I tërë ummeti im ku me në xhenet, përveç aty që thjesht domethënë refuzojnë. Është pyetur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum selam tullah, se kush janë ata që të refuzojnë, atëherë ka thonë ata që i binden mua, do të hyjnë në xhenet, ndërsa ata që nuk më binden mua kanë refuzuar. E ka edhe ajete tjera të cilat thrasin në këtë çështje, e të cilat janë shumëta, inma kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Fjala e besimtarëve kur thirrën për të Allahu azza wa jalla dhe pejgamberi sa me gjykuar ata mes tyre, me thonë sami'na wa ata'na, kemi dëgjuar dhe jemi nështruar. Wa in tuti'uhu tahtadu, nëse bindeni atina jeni udhëzuar. Wattabi'uhu la'allakum tuflihun, dhe pasani atë nëse dëni me shpëtuar. E shumë ajete të ngjashme të cilat thrasin që njeriu e ka obligim domethënë me besua domethënë këtë pejgamber dhe me bindi të pejgamberit dhe me nështru këtë pejgamberi dhe thjesht atë bindje me pasu me vepër. E te kjo çështja e bindjes edhe në ligjëratat e kaluara kemi detajuar se çysh është çështja e bindjes. Kemi thonë çështja e bindjes është që ndahet në disa çështje. E para është njeriu duhet me ditë se çdo gjë që ka ardhur nga ky pejgamber, që ka urdhëruar ky pejgamber, e ka urdhëruar ummetin dhe ti je njëri prej tyre, dhe thjesht me atë që ka urdhëruar pejgamberi sa edhe ti je urdhëruar. Nuk kam me thonë dikush me thonë se valla po namazi është farz, mirë po nuk është farz për mua, nga se unë jam aqek njerëzve dhe nuk më përket mu kë urdhër, apo thjesht agjerimi apo diçka tjetër. Thjesht puna e parë që njeriu i bindet që çdo gjë që ka ardhur ky pejgamber, e besojmë edhe e dim që ne jemi të thirrur me të dhe që jemi të hyrë në këtë thirrje të besimit dhe bindjes dhe nështrimit nga ky pejgamber. Se përkundrazi, nëse runa Zot thot dikush po pejgamberi po unë jo kështu, atëherë faktikisht nuk i bindje edhe nuk i besim të pastërt që të shpëton nesër ditën e gjykimit. Kjo është e para. Apo detaji i dytë është se edhe te bindja praktike, edhe nëse ti mendon që çdo gjë i ke obligim, mirë po prapë thunë s'du me punu kur gjë hiç. Thunë edhe besojnë Allahun, edhe besojnë pejgamberin, edhe e them shahadetin komplet, mirë po as nuk folet, as nuk agjeron, as nuk jep zeqat, as nuk shkon haxh, as nuk bën asnjë vepër të mirë, edhe ky nuk është besimtar. E treta është nëse thjesht një njeri e bindet Allahut azza wa jalla dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po bën disa punë, disa i lën mongo, ky është mëkatar, mirë po edhe mëkatari është domethënë në rrezik. E puna e parë te fjala Muhammedun Rasulullah është që më bind atina. Puna e dytë është me e besu tasdiquhu fima akhbar, me besu çdo sen që ka urdhëruar ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos me pas dozën më të vogël dyshimit se atë që ka lajmëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është e vërteta. Edhe jo veç një hadith, jo vetëm një fjalë, po edhe një shkronjë që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me refuzu, me konsenzus dietarëve, ky person nuk është besimtar. Për atë një them njerëzve çdo gjë që ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qoftë për kohën kur ka jetu, qoftë për kohët e mëhershme, qoftë në atë që do të vjen në vazhdim të jetës, deri në ditën e gjykimit, besa edhe në jetën varreza, besa edhe në ringjallje. Çdo gjë që ka informuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, besimtari e ka obligim vetëm me besue, edhe absolutisht mos me dhon drejt vetes, edhe me mohu apo me gjet
domethënë arsye që më shmon nga sojna. Ka në hadith vërtet pejgamberi sa me këtë peceku me qëllim. Ka në hadith vërtet pejgamberi sa se pejgamberi sa më ka informuar. Thot një njeri ishte me lopën e tina, edhe kishte kaloruar lopën, ishte hyp mi lopë si mikali. Edhe për i fol lopa, për i thot, nuk jam kryuar për këtë punë. S'jam i kryuar, Zoti s'm ka kryuar mu si lopë, që më kaloru ti mu si kalin. Mirë po jemi kryuar për me levru, me punu tokën. Edhe ata që ishin pranishëm për shokët pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur po dëgjojnë që po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, leopa ku më fol, thonë subhanallah, a leopa pas ka më fola? Ka një hadith, domthonë në vazhdim, thot unë e besoj këtë, në të beson edhe Abu Bekri edhe Omeri. Edhe pse aty as nuk ishte Abu Bekri, as nuk ishte Omeri, për aty që ishin prezant, mirë po e dinte se çka kanë besim domthonë të madh, që çdo gjë që i thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ata i besojnë edhe nuk e kanë hezitimin më të vogël. Ju e dini në rastin e Isras dhe Mirajit, kur i kanë informuar Abu Bekrin, ka thonë ai shoku jot, përveç që po flet çështje domethënë pa vërteta për tokë, tash e kanë nis po flet edhe çështje pa vërteta për qiell, se po thotë komo thuar mbrana natës prej Mekës në Jerusalem, e për Jerusalemet që ngrit lart. Ka thonë, a ka thonë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, a pas ka thonë i dërguari sallallahu alajhi wasallam, atëre ka thonë të vërtetën, kaç ka mjaftuar. E në vazhdim të hadithit, ka ardhur më thonë se njëjk ju ka vërsuar një kopeje të deleve. Edhe bariu e ka mbrojt edhe ka shpëtuar kër e ka marrë ai ujka dele. Edhe pe i fol ujko, edhe pe i thët, kime kon të o bari, o çoban, kur nuk do të ketë njerëzim mbi tokë, e do të jem unë ai rojtari i deleve tua. Edhe pra po thojnë shokët e pejgamberit subhanallah, edhe ujku po fal ka. Thot, unë besoj, në këtë beson e Abu Bekri edhe Omeri, e me qëllim e ceka këtë hadith, që me ditë se secili prej neve, kur na informuat diçka për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë atë që ka informuar për të kaluarën, apo qoftë atë që ka informuar për kohën e tina, apo atë që komear në të ardhmen, njeriu nuk guxon me pas dyshimin më të vogël, edhe me thonë se, valla, mendja jem këtë nuk po marrok, mendja jem s'pe përthekon, mendja jem s'po mundet me e kap këtë, nga se realisht veç kuptoni çështje. A mendjen e ka kriju Zoti. Këto informacione qofën në Kur'an dhe në hadithet pejgamberit se më jam pe Zoti. Ai i cili ka informuar çai ka kriju, nuk ka mundësi mes ai i cili ka krijuar edhe ka thonë me pas kundërshtime. Edhe një hadith tjetër, përderisa kohë dhe pa kohë. Ka në hadith vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kur ka treguar pejgamberit se Isa ku me zbritur në më thonë në Damask, te minarja e bardhë. Ka në hadith në transmetim thotë se ai i cili e mrin atë, le t'i bën selam prej meje. Ka ardhë transmetuesi i hadithit e më thonë Ebu Hurajra, i cili e transmeton të këtë hadith, edhe në mesin e tyre ishte një djalë i ri, që ishte më i riu në moshë. Edhe për drejtohet atin e thëtë, qëre ti, të këshë më i riu në moshë, qofse zatet e të takon Isen, jepi selam dhe më thonë atin e prej meje. Që besim të madhë kështë, se atë që e ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ashtu ku me ndodhë. Në adhe për Isën e pejgamberi sallallahu ka informuar që ku me zbrit, e ku me vra Dejjalin. Edhe për shënë tjera që ka informuar pejgamberi sallallahu që s'ka nërë në Kur'an, po në kanal vetëm në ditët pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na besojmë shumë fuqishëm në ato dhe dim se në të vërteta dhe nuk e kem shybën më të vogël në të, nga se ta shërun në zët një njeri me dyshu një hadith, me dyshu fjallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, me dyshu një germ pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i tili me konsenzus është pabesimtar. Çështja e tretë është që njeriu, domethënë duhet ashtu siç i bindet atina, edhe mu largu prej çdo gjëje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka të rikvretjen apo e ka ndaluar prej saj. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Atë që ju urdhën pejgamberi me marr, merrni, atë që ju ndalon, largohuni. Ka në hadith të vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi se me ka pa një njeri aty afër me të hongër bukë dhe hënte me dorë të majtë. Këtë që shpesh pja të rekën vretën për thonë mos hani me dorë të majtë, se shejtoni hëndor me dorë të majtë. Ka thonë pejgamberi se ha me dorë të majtë, me dorë djathë. Ka thonë nuk muna.
Se ka thonë që s'po mundet vetëm me kundërshtu fjalën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë kur mos mësh. E tregojnë transmetuesit se me të vërtetë ashtu s'ka mujt, nga se realisht kur mos ka mujt e dorë me çu te goja se faktikisht ju ka paralizuar. E hadithi është i vërtet, nuk është domethënë hadithi që kontestohet, domethënë hadithi është i vërtet vetëm me e treguar se sa është e rrezikshme runa Zot në njeri, domethënë mja kthy fjalën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Ka një hadith vërtet pejgamberit dhe është shkruar që me kon i olte i poshtër, e i përbuzur ai i cili e kundërshton urdhën tim. Ka një ajet kuranor, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim." Ken kujdes ata që të më kundërshtojnë urdhën tim, që mi godit ndonjë fitnë apo mi godit, domethënë në dënim i dhimbshëm. Edhe e fundit që duhet me pas konsiderat është që njeriu domethënë nuk ka rrugë tjetër që duhet apo mundet me adhuru Zotin, vetëm se rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë rrugë që çojnë për te Zoti në mshelta, veç rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është domethënë e hapur. Pra, nëse dojmë me adhuru Allahun azza wajel, duhet me pas shumë konsiderat. Çaja vepër që tu e bë, e ka vullën e pejgamberllëkut ajo. A është sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo runa Zot është risi në fe? Men amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Kush ka vepruar një vepër që nuk është në udhim me sunetin e pejgamberit është refuzuar. Ne gjithmonë hutben detojnë thojmë fa in ahsan al-kalam kalamullah wa ahsan al-kalam kalamullah wa ahsan al-hadi hadi rasulillah. Fjala më mirë fjala e Allahut, udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit wa sharr al-umuri muhdathatuha. Dhe thjesht punë më të këqija janë ato që janë shpifra në fe, që nuk kanë bazë fe. E ne ja atribojmë fesë, e feja është e pasur prej sajna. Ka një njeri, domethënë ka dashur me i fal në kohën e Sejd Musaibit me Sadiun, ka dashur me i fal 2 recate, mbasi që i ka fal 2 recate sunet sabahut. E pejgamberi sa më ka ndaluar mu fal mas sabahit, mbasi që tin kohën e namazit sabahut, e thirrët e zoni, sunet më tepër se 2 recate. Edhe ai ka nisë me i fal edhe më tepër, me i fal edhe 4. I ka thonë nuk bën se ka ndaluar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ka thonë, a më dënën Zoti mua që po falna? Ka thonë, nuk dënën Zoti ty që po falesh, po dënën që pe thën urdhën e pe kundërshton pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra atë njeriu kur dëgjon ndonjëherë pe njerëzve që thotë, po në rregull bë kjo ndoshta nuk është që ka ndodhur në jetën e pejgamberit, po është bidat e mirë, është njerësi e mirë që faktikisht është në dobi dhe ju bën shërbim njerëzve, faktikisht njerëzit me këtë po lidhen, po adhurojnë Allahun azza wajel, ne e themi atë fjallën që ka thonë Malik ibn Anesi, radiallahu ta'ala anhu, kur ka thonë se ai cili pretendon se në fejnë tonë ka risi të mirë, letë e dinë se ai po pretendon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tradhuar mesazhin e tij, se Allahu azza ka thonë el-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sot ja kompletsu fen, ja kompletsu begatin tim ndaj jush dhe jam i kënaqur që Islami i është fe e juaj. Pra ai cili thjesht vjen edhe bën risi në fenë tonë, ajo është pra dy çështjeve. Ose ku me akuzu Zotin se ka plotsu fenë, ose ku me akuzu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se pleska feja të ka plot mirë, po ai se paska çume domethënë manetin vën, mirë paska lënë diçka mongo, paska dash na mas disa shekujve me ardh edhe mi gjet domethënë të meta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me thonë që po shtojmë runa Zot diçka në fenë Allahut azza wajel, edhe para se më ardh me thirrje zonë vetëm dy çështje. Çështja e parë është kur thonë wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Edhe këtu janë domethënë dy çështje. E para thojmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu. Është rob dhe i dërguar. Është rob njëri si na, mirë po është i veçantë se është i dërguar i Allahut azza wajel. Mirë po nuk është më tepër runa Zot me besu se thjesht ati i takon diçka që i takon vetëm Allahut azza wajel. Është njëri si na, han pin kalin normal, pe babe pe none. Mirë po është i veçantë se është i dërguar i Allahut azza wajel dhe njeriu më i mirë që ka shkel mbi sipërfaqen e tij, pra them sallallahu alaihi wasallam vazhdimisht. Mirë po me kaq mjaftuam, nuk e ngritëm atë
mbi pozitin që ka ngritur Allahu Azza wa Jall, runë Zot me dhona aty atribute që i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Kjo është e para, edhe e dyta, në ligjratën e kaluar kena folur për pjesën e parë të shahadetit la ilaha illallah, edhe kemi thënë kur kushtet e asajna e kena më thonë që e sinqeriteti, e vërtetësia, domethënë dashuria, domethënë kushtet e tjera, realisht ato kushte vlen për dy shahadetet, domethënë edhe për këtë pjesë të shahadetit, edhe për pjesën e parë të shahadetit. Ndoshta me kaq po e përfundojmë këtë ligjërat duke lutur Allahun Azza wa Jall që të na bën për atyre të cilët thjesht i kushtojmë shumë rëndësi çështjeve që janë bazike, fundamentale, të na bazike, fundamentale janë çështjet e imanit, çështjet e islamit, çështja e namazit, çështja e shahadetit, çështja e zakatit, çështja e haxhit, janë fundamentale. Fundamentale është me besu në Allahun, pejgamberin me laçë kështu me radhë. Pra duhet mi kushtuar shumë rëndësi edhe shahadet me ditë për vete çka po thojmë, mirë po edhe më jam mësu tjerëve, edhe me na pyet dikush se çka do të thonë fjala shahadet. Në më thonë fjale la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, mos me hezitua dhe me jodhë përgjithë se qka jem duke thonë me këtë shahadet. Wa akhira da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.